Specialistët për hetimin e krimeve të Komisariatit të Policisë Shkodër ndaluan shtetasin AP, 37 vjeç, banues në fshatin Mushan, pasi gjykata e shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër e ka dënuar me 4 muaj burgim për veprën penale dhunë në familje. Shpallur në kërkim një shtetas 17 vjeçar, pasi kanë kallëzuar 2 shtetas banues në Shkodër se dyshojnë që 17 vjeçari ka vjedhur në banesën e tyre kohë më parë. Punohet për kapjen e tij. Referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasen LP, 58 vjeç, pasi nga kontrollet në shërbimet e OSHE u konstatua lidhje e paligjshme e energjisë elektrike në banesën e saj. AN, 24 vjeç, banues në Tiranë për veprën penale mbajtja pa të drejtë në uniformos, pasi është kapur nga shërbimet e policisë duke drejtuar automjetin e tij në shenja dalluese si ato të policisë Fenelina, të cilët të sekuestruan në cilësinë e provës materiale bashkë me automjetin. Specialistët e sektorit të qarkullimit rrugor referuan materiale në prokurori ku nisi procedimi në gjendje të lirë për shtetasin EG, 19 vjeç, banues në Shkodër, pasi u kap duke drejtuar motomjetin pa leje drejtimi. Materialet procedurale i kaluan prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Shkodër për veprime të mëtejshme.